Burri i saj u zhduk 6 javë pas së dasmës. 70 vjetër vonë, zbulon të vërtetën tragjike në verën e vitit 1953. Kur bota ishte ende duke u rikuperuar nga plagët e luftës, një dasmë thjesht shqiptare në një fshat buzë detit solli së bashku 2 zemra të reja. Elena, një 19 vjeçare me sy të butë flok ngjyrare, dhe Marku, një djalosh 23 vjeçar që punonte si marangoz dhe të ndërtonte një shtëpi të madhe për familjen e tyre të ardhshme. Ishte një dashuri e pastër, e ndërtuar me letra të gjata gjatë muajve që ai punonte në qytet dhe me premtime të thëna në mbrëmje pranë portës së shtëpisë. Dasma e tyre ishte e gëzueshme, plot valle, këngë dhe lule rozmarine. Elena atë natë besonte se jeta po i hapte dyert drejt lumturisë së përjetshme. Askush nuk mund ta dinte se brenda pak javësh, ëndra e saj do të shpërbëhej në mënyrë të pashpjegueshme. Zhdukja 6 javë pas dasmës, Marku u nis herët në mëngjes të shkonte në qytet për të dorëzuar disa mobilje të punuara me porosi. Kishte premtuar se do të kthehej në darkë, se do ta çonte Elenën për të parë shtëpinë e vogël që po ndërtonin në Kodër. Ajo i kishte përgatitur bukë sapo pjekur dhe një shport me moll për udhëtim. Ai buzëqeshi i përqafoi duar dhe i la një puthje të gjatë në ball. Kthehem përpara se dielli të pi detin, i tha. Por dielli u zhyt në horizont, nata kaloi dhe Marku nuk u kthye. Fillimisht Elena mendoi se ishte vonuar, pastaj se mund të kishte ndodhur diçka me karrocën. Pastaj nisi të shqetësohej. Të nesërmen njerëzit e fshatit u organizuan në kërkim. Pyjet, rrugicat, brigjet e lumit u kontrolluan të gjitha, por Marku sikur kishte humbur në erë, pa gjurmë, pa dëshmitar. Disa filluan të thoshin se mund të ishte arratisur jashtë vendit, të tjerë përmendnin ndonjë borxh të fshehur. Madje pati edhe zëra se mund të ishte sulmuar nga dikush që e urrente. Por Elena nuk besonte asnjë prej tyre, ai më donte. Ai nuk do të më braktiste kurrë, përsëriste ajo ditët u kthyen në javë, javët në muaj. Askush nuk gjeti asgjë. Jetë ngrirë në pritje Elena nuk u martua më kurrë. Ndonë se ishte e re, e bukur dhe shumë djem kërkonin dorën e saj, ajo refuzonte. Jetoj me shpresën e verbër se një ditë, një derë do të hape dhe Marku do të hynte brenda me buzëqeshje të lodhur. Duke thënë se gjithçka kishte qenë një keqkuptim i madh. Nëna e saj lutej. Bi, jeta duhet jetuar. Ai ndoshta nuk kthehet më. Por Elena kur nuk pranoi ta shpallte të vdekur. Çdo vit, në përvjetorin e zhdukjes, ajo ndiste një qiri pranë lumit. Çdo vit bënte të njëjtën lutje. Më jep një shenjë, vetëm një shenjë, vitet kaluan. Shtëpia e re mbeti gjysmë e ndërtuar. Dera që Marku duhej të rregullonte kurrë nuk u mbyll siç duhej. Karrigja që ai po punonte për dhomën e fëmijëve mbeti e papërfunduar. Elena e ruajti çdo gjë që i përkiste atij, një orë dore e ndalur, këmishën e fundit që kishte veshur, një fotografi bardhë zi ku ai qeshte i shkujdesur. Thënjet e fshatit dhe dyshimet e heshtura fshati nuk e harroi kurrë zhdukjen e tij. Shpesh njerëzit përshpëritnin. Mos ndoshta e vrau dikush, apo u rrëmbye, ndoshta kishte një jetë të fshehtë, gjithë kjo e lëndonte Elenën. Por ajo që e vriste më shumë ishte një fjalë që dëgjoi një natë pranë dyqanit. Mos valle di ajo më shumë se ç'na thot. Atë natë ajo qau deri në mëngjes. Ishte djegje shpirtërore të akuzohej për atë që e lëndonte më shumë se gjithë të tjerët. 7 dekada pritje koha vazhdoi të rrithte. Prindërit e Elenës vdiqën. Motrat e saj u martuan, u larguan, u bën gjyshe. Edhe fshati ndryshoi, u ndërtuan rrugë të reja, njerëzit u shpërngulën në qytet. Shumë shtëpi të vjetra u braktisën, Elena u plak. Flokët e saj u bën të bardhë, lëkura ju rudhos, por zemra i mbeti e njëjtë, e mbërthyer në atë ditë të vetme të vitit 1953. Kur mbushi 89 vjeç, ajo jetonte e vetme në një shtëpi të thjeshtë pranë Kodrës ku dikur duhet të ndërtonte jetën me Markun. Një mëngjes dhjetori, teksa po pastronte sirtarët e vjetër, ajo gjeti një letër të vjetër të paqelu. Ishte futur pas një dërase të liruar dhe duke sikur kishte qenë aty për dekada. Letrën e mbështillte një vulë e fshirë, dhe mbi të me dorëshkrimin e Markut shkruhej. Nëse nuk kthehem, Elena filloi të dridhej. Me gishtat e dobët hapi zarfën. Brenda kishte 2 fletë. Njëra ishte një letër, tjetra një hartë e thjeshtë një zone pyjore jo shumë larg fshatit. Në letër kishte shumë shkronja të zbehura, por disa fjali lexoheshin qartë. Ajo nisi të lexonte dhe zemra i filloi të rrihte si në rininë e saj. Nuk dua të tremb, Elena ime, por kam frikë se dikush po më ndjek. Po të ndodh diçka, ndiqe këtë shenjë. Të dua më shumë se jetën. Elena ndjeu sikur toka u çara nën këmbë. Marku e kishte shkruar para se të zhdukej. Dhe askush nuk e kishte parë letrën, askush, madje as ajo.
Ajo e mbajti letrën në gjoks, duke qarë qetë dhe ngadalë, si dikush që kur s'ka harruar vendimi i fundit në atë moment. Ajo e kuptoi se kishte ardhur koha. Duhet të shkonte te vendi i shënuar në hartë. Edhe pse ishte 89 vjeçe dhe mezi ecte, një forcë e pashpjegueshme ngriti në këmbë. Dua të di çfarë ndodhi me të, edhe nëse më kushton ditët e mia të fundit. Ajo mori pallton, çadrën dhe eci ngadalë drejt pylli. Qielli ishte gri, era e ftohtë i priste faqet, por ajo nuk ndalej, në dorë shtrëngonte hartën. Në zemër frikën dhe shpresën e saj të fundit. Pas gati një ore ecje të ngadalt, doli para një clarin të vogël, një hapësirë të fshehur me spemëve të larta. Aty sipas shenjes në hartë, duhet të ishte e vërteta. Dhe aty ajo pa diçka që e ngriti frymën në fyt, diçka të mbuluar nga dheu të vjetër të harruar. Diçka që dukej si një dërras e thyer me inicialet e K Elena Ranegjuni. Diçka brenda saj tha, kjo është. Këtu fillon fundi, por edhe e vërteta. Era e akullt përshkonte clari i ngunë e vogël në thellësi të pyllit, ndërsa Elena, e lodhur për e vendosur, qëndronte e përkulur mbi dërrasën e vjetër të ngulur në tokë. Mbi të ishin të gdhendura me dorë të pasigurt inicialet. E K 1953 ishin inicialet e Markut, burrit të saj të zhdukur. Gdhendje e kohës kur ai u zhduk, Elena e preku dërrasën me gishta të dridhur. Druri ishte i kalbur, i ftohtë, i copëzuar në anë. Ajo ndjeu një therrje në zemër, sikur ai drithërime kishte prekur dikur këtë dërras, sikur duart e tij të forta dhe të ngrohta kishin shënuar pikërisht atë vend. Zëri i së kaluarës, Mark, ç'ke dashur të më thuash? Pëshpëriti ajo pa pritur një flet letre e zhubravitur, e ngulur thellë në dërras, i ra në sy. E hoqi pak dheu, e tërhoqi me kujdes dhe zbuloi një zarf të vogël të plastifikuar, për t'i rezistuar shiut e kohës. Brenda tij ishte një tjetër letër e shkruar me nxitim. Ajo e hapi me duar që i dridheshin. Letra ishte shkruar me shkumës kimik të zi, me rreshta të shtrembër dhe fjalë të fshira. Elena, e dashura ime, nëse po lexon këtë, atëherë unë nuk ja dola. Dikush po më ndjek prej muajsh. Nuk e di pse. Nuk dua të përfshi. Po të ndodh diçka, kërkon në shkuret përballë kësaj dërrase. Aty është e vërteta. Më fal që nuk të mbrojta siç premtova. Elena e shtangu, kërkon në shkuret përballë, ajo ngriti kokën ngadalë. Përballë një muridendur shkuresh të egra ngrinin degët e tyre si gishtërinë të errët, të ftohta, të pajeta. Por Elena nuk ishte më një vajzë e friksuar. Ajo kishte përballuar 7 dekada pikëllim, 7 dekada pyetje pa përgjigje. Kështu që me gjithë dhimbjet e trupit të moshuar, ajo u ngrit ngadalë në këmbë dhe ju afrua shkureve. Filloi t'i shtyj degët, t'i hapte me duar, ndërsa fera i gërvishnin lëkurën e brisht. Por ajo nuk ndalonte. Dhe aty pas një shtrese të trash degësh, ajo pa diçka që i ngriti qimet e trupit. Një torbë lëkure e vogël e nxirr nga vjetët, e fshehur në rrënjë një lisi. Zbulimi par Elena e tërhoqi torbën. E hapi ngadalë. Brenda ishin 3 gjëra, një dritës metalike, dukej si një medalion i vjetër ushtarak 2, një letër e mbështjell fort 3, një copë robe e grisur e njollosur nga koha. Elena mori medalionin në dorë. Ishte një rip i hekurt me një simbol militar, një shqiponje vogël dykrenare dhe poshtë saj numri 3147. Ajo nuk e njihte simbolin, por letra kishte diçka të njohur, një dorëshkrim që nuk ishte i Markut. Ishte më i ashpër, më i drejtë, si dikuj që ishte mësuar të jepte urdhra, e hapi, rreshtat e parë ngrin vendit. Mark Mezini është barbar. Ai pa diçka që nuk duhej ta shihte. Nuk mund të lejojmë të flas. Elena e kapi zemrën me dorë. Frymarrja i ngadalsohej, urdhri është dhënë. Asnjë dëshmitar nuk mund të mbijetojë. Dhe në fund një emër i shkruar me bojë të rënd. Kapiten L. Elena ndjeu këmbët i rëndoheshin sigur. E kam vrarë si një qen, dhe askush nuk më tha askush, ajo ishte gati të bjerë, por mbështet e trungu i lisit. Syti u mbushën me lot të hirt, por nuk qau. Jo ende, sepse vëmendja i rambi diçka tjetër, një tjetër copë letre në fund të torbës. Një fletë e vogël e gërvishtur e shkruar me dorën e Markut, që duke e dridhur e dëshpëruar e hapi. Elena po më ndjekin. I pash në lum, po flisnim për transportin e armëve. Nuk duhet të isha aty. Të lutem, mos më kërko. Nëse unë s'kthehem dije se të dua. Mos u trem nga ajo që do të gjesh. Elena afroi letrën në buzë dhe mbajti për një minutë të tërë, sikur donte të thithte aromën e tij 70 vjeçare. Pastaj ndjeu sikur diçka po lëvizte në errësirën e pyllit. Një kërcitje degësh, një hap i lehtë mbi gjethet e thata. Ajo ngriti kokën ngadalë.
Nuk ishte vetëm një burr rreth të 60 ave, i gjatë, me pallto të errët, që ndronte pak metra larg dhe po e vështronte. Sytë e tij ishin ngritë, të ftohtë dhe shprenin një rastësi por pritje. Elena u tërhoq instinktivisht një hap pas. Zëri i saj ishte i ngjirur. Kush jeni? Ai nuk u përgjigj me njëherë. Bëri 2 hapa drejt saj me një qetësi të frikshme. E keni gjetur, thai me ton të ulët. Elena shtrëngoi torbën në gjoks. Kush jeni? Përsëriti ajo, këtë herë më e ashpër, më e fortë nga sa pretendonte mosha. Burrit i lëvizi nofulla. Ja ktheu me një zë të thatë. Jam nipi i atij që dha urdhrin për vrasjen e Markut. Elena ju mpik fryma. Jam nipi i kapiten Lajo, sikur u mbërthye e tëra, ai vazhdoi. Kam kërkuar këtë vend për dekada. Gjithçka që ndodhi ishte një krim shtetëror, zonjë. E mbuluar, e fshehur, e mohuar. Gjyshi im ishte pjesë e një njësie të fshehtë që transportonte armë për llogari të njerëzve të fuqishëm. Burri juaj rastisi t'i shihte në vendin e gabuar. Dhe për këtë e pagoj me jetë. Elena ndjeu sikur zemra po i qaj për gjysmë. Ku është trupi i tij? Njeriu uli syt. Asnjë varr nuk pati. Ata e zhdukën. Elena e preku fytyrën me dorë, sikur mosha e saj u dyfishua me njëherë. Burrit i dridhej pak zëri. Kam ardhur të kërkoj falje. Jo në emër të tij, ai nuk e meriton, por në emër të së vërtetës. E dini pse jeni gjallë sot? Sepse ai urdhër, letra që gjetët, ishte prova e vetme që unë gjeta për t'i dalë kundër familjes sime dhe gjithë sistemi që i mbuloi këto krime. Kam luftuar 30 vjet për ta zbuluar këtë histori. Ai e pa drejt në sy, dhe tani vetëm ju mungon të vërtetën e fundit. Elena e dridhte buzën. Cila është? Burrit ju zbut fytyra. Marku ju la një mesazh të fundit. Kam kërkuar për të vite me radhë. Dhe e gjeta. Do t'jua tregoj, por jo këtu. Duhet të vini me mua. Elena uli sytë te torba, te dërasa, te letra e Markut, dhe pastaj ngriti kokën drejt njeriu të panjohur. Në sytë e tij kishte dhimbje, por jo armiqësi. Megjithatë, ajo pyeti me zë të dridhur. Si ta di që nuk je si gjyshi yt? Ai mori frymthell. Pastaj nxori nga xhepi një rip të vjetër metalik. Një kopje identike të medaljonit në torbë, por me një gërvishtje të madhe mbi simbolin e shqiponjës. E shikoni këtë shenjë? Tha ai. Është shenja që bëra kur isha 15 vjeç, ditën që zbula se gjyshi im ishte vrasës. E gërvisa për ta shkatëruar, për të mos i ngjar kur atij. Ai ngriti syt. Jam këtu të ndreq një padrejtësi që s'mund të ndreqet, por e vërteta është gati të dalë, dhe dua të jeni e pranishme. Elena mbylli syt për një çast, pastaj i hapi. Në iriset e moshës së thellë shkëlqeu diçka që kishte munguar për vite. Vendimi. Ajo u mbështet në bastunin e saj dhe tha. Mirë, më ço tek e vërteta e fundit. Burrit ju butësuan syt. Ai dha një hap drejt saj dhe shtriu dorën. Ndiqni këtë rrugë. Vetëm pak më tej. Aty ku gjyshi im la një shenjë për të cilën pendoi gjithë jetën. Elena e mori dorën e tij, e ngriti trupin e brisht, dhe të dy nisën të ecin thellë në pyll, drejt një pjese të historisë që kishte qenë varrosur për 70 vjet. Në ajër ndjej një qetësi e frikshme. Dhe Elena, pavarësisht moshës, ndjente se ajo që po vinte do të ishte më rëndë se gjithçka që kishte mësuar deri tani. Elena ecte ngadalë me spemëve të zeza, ndërsa burri të panjohur i dukej sikur i hapte rrugën me kujdes, sikur e friksonte vetë pylli. Toka ishte lagësht, gjethet lëshonin aroma të rëndë dhe era përplasej në degë siç do të përplasej një val e ftohtë në shkëmbë. Në ajër ndihej një heshtje që nuk ishte e zakonshme, sikur natyra e dinte se ai vend ruante sekretet e dikujt që ishte vrarë padrejtësisht. Elena shtrëngonte torbën në gjoks, sikur ishte gjëja e fundit e shtrenjtë që i kishte mbetur nga jeta. Shpina e saj e përkulur duke e pafuqishme, por brenda saj vlonte një forcë që mosha nuk ja kishte shuar dot. Një shpellë në zemër të pyllit burrit ju zbut zërin ndërsa i tha. Jemi afër. Vetëm pak më tutje. Shkuret u hapën papritur dhe para tyre u shfaq një hyrje e errët, e madhe, një sisgavër natyrore shkëmbore. Shpella duke e humbur nga kohët, por edhe ruajtur në mënyrë të çuditshme. Në hyrje kishte një gur të madh me një gërvishtje në formë kryqi. Elena e preku gërvishtjen me dorë. Këtë e bëri Marku? Pyeti ajo burrit unë te kokën. Jo, këtë e bëri gjyshi im. Për të rikthyer këtu një ditë, por nuk pati guximin ta pranonte krimin që kishte kryer. E bëri vetëm për vete që të mos harronte vendin ku i mbylli syt një njeriu të pafajshëm. Elena u drodh. Këtu, po, këtu e sollën trupin. Këtu e lan. Elena mbiu vendit. Shpella dukej si një varr i hapur i heshtjes së Markut. Ajo u përkule lehtë dhe zëri i dridhej. Pse pikërisht këtu? Sepse ishte larg syve të njerëzve.
Dhe sepse gjyshi im e dinte që askush nuk do të kërkonte në një vend kaq të humbur. Por, Marku kishte lënë një shenjë për ju, dhe kishte kuptuar se mund të vritej. Ai kishte menduar për ju deri në minutën e fundit. Elena e mori frymën me zor. Pse më solle këtu, burrit ju zbut fytyra. Ai nxori nga xhepi një zarf të vjetër, të zverdhur, të mbështjell me një cop liri pothuajse të karbonizuar nga koha. Këtë e gjeta pas shumë kërkimesh. Ishte i fshehur në një streh ushtarake të braktisur. U shkruajt po atë ditë kur Markun e morën. Ai ia zgjati Elenës, është letra e fundit e tij, dhe vetëm ju keni të drejtë ta lexoni. Elena e mori me duar që i dridheshin, e hoqi me kujdes copën e lirit dhe hapi zarfin. Brenda ishte një letër me shkrimin e Markut. Shkrimi çrregullt i vrar nga frika dhe koha. Ajo filloi të lexonte. Letra e fundit e Markut, Elena ime, zemra ime, nëse kjo letër të gjen, atëherë unë nuk jam më. Nuk kam frikë të vdes, por kam frikë të lëvetëm. Ajo që pash sot s'mund të mbulohet. Po më ndjekin. Unë s'kam ku të shkoj, më vjen keq që s'kam kohë të them sa shumë të dua. Je gëzimi im, je jeta ime, je gjithçka, mos qaj për mua. Unë po shkoj me mendjen tek ty dhe me shpresën që një ditë dikush do të tregoj të vërtetën. Në këtë shpellë ku më mbajnë, unë lash diçka që dua ta gjesh, unazën time. Të lutem mbaje. E lash pran vendit ku më mbyllën që të mos humbas gjurmë krejtësisht. Nëse nuk kthehem, dije se jam udhëtuar tek Zoti me emrin tënd në buzë. Më fal që të mbrojta nga kjo jetë e padrejtë. Përgjithmonë yt Marku, Elena e mbuloi gojën me dorë dhe u rrëzua në gjunjë. Lotët rridhnin pa zë. E gjithë jeta e saj, 70 vite pritje, vetmie, pikëllimi, u derdhën në atë çast. Ai ishte këtu vetëm, përshpëriti ajo, burri e uli kokën me respekt, po. Dhe unë do t'ju tregoj vendin ku ai la shenjen, vendi funditaj ndezi një llampë dore dhe hyri i pari në shpellë. Elena e ndoqi ngadalë, duke u mbështetur te muret e ftohta. Brenda shpellës, muret ishin të lagura, të errta dhe zëri i hapave kumbonte me një tingull që të fuste frikën në palc. Pa prit mas burri ndaloi. Këtu, ai ndriçoi një cep të shpellës, ku midis dy shkëmbinjve ishte një vrimë e vogël gati e padukshme. Brenda saj diçka shndrite lehtë. Elena zgjati dorën me ngadalë, e futi brenda dhe nxori një unaz ari të vjetër të zverdhur, por të paprekur, sytë e saj u mbushën me dritë dhe dhimbje. Kjo është unaza jon. Ai e kishte në gishtë ditën e dasmës, ajo e vendosi në pëllëmb dhe e shtrëngoi fort, sikur po kapte dorën e Markut pas kaq vitesh. Ai donte të gjendej, tha burri. Edhe pas vdekjes, ai la një shenjë për ju, Elena Qau. Jo si një grua e moshuar, por si një vajzë 19 vjeçare që sapo kishte humbur burrin që dashuronte. E vërteta e plot burri ul pranë saj dhe foli me zë të ulët. Gjyshi im nuk e vrau vet. Ai dha urdhërin, por njerëzit që ishin me të e kryen vrasjen. Ai u pendua. Në ditarin e tij shkruante se Marku nuk lutej për veten, por për ju. E vetmja lutje që kishte ishte, mos ja thoni Elenës, të mos vuaj, por ju vut për 7 dekada, zonji. Gjyshi im nuk pati guximin të tregonte. Ndaj unë jam këtu, Elena mbylli sytë për pak sekonda. Pse më ndihmon, ai që e shihidhur, sepse dikush duhet. Sepse gjunahu i familjes sime do të më rëndoj gjithë jetën. Sepse ju keni të drejtë ta dini. Dhe sepse Marku meriton të drejtësi. Të paktën në kujtim, ai pastroi grykën. Ka edhe diçka tjetër, ai nxori një letër të dytë. Gjyshi im la një rrëfim para se të vdiste. Një dëshmi që tregon gjithçka, emrat, ngjarjen, shkakun, transportin e armëve që Marku pa. Dhe në fund kërkonte falje. E ka shkruar edhe emrin tuaj. Duat juaj jap Elena e mori. Nuk tha asgjë. Vetëm e vendosi në torb, pranë unazës, mbyllja e plagës, çfarë do të bëni tani? E pyeti burri, Elena fshiu lotët, do ta varros Markun. Së paku me ndërisht, dhe së paku më në fund do ta fal veten që mendova se ai më braktisi. Ai nuk më braktisi kur, burri u ngrit dhe i zgjati dorën. A doni të dalim nga shpella? Elena u mbështet te krahu i tij dhe doli jashtë. Era i ledhatonte fytyrën dhe dielli perëndonte ngadalë. Dukeshin sikur pemët po ulnin kokën në respekt. Ka një vend, tha Elena but. Një pemë që mbollën bashka të pranverë. Dua ta vendos unazën e tij aty. Dua ta le aty ku nisëm gjithçka. Burri buzëqeshi paksa, dhe unë do t'ju çoj. Funi një pritje 70 vjeçare mbrëmje. Elena qëndroi para pemës së vjetër që ajo dhe Marku kishin mbjell ditën e fejesës. Trungu tani ishte i trash, degët të mëdha dhe gjethnaje dendur. Ajo preku trungun. Më fal që nuk e kuptova, më fal që mendova se më harrove.
Ajo vendosi unazën në një zgavër të vogël të trungut, sikur po ja jepte sërish Markut dorën. Tani mund të pushosh, përshpëriti, era u ngrit lehtë, duket sikur fshfërima e gjetheve lëshoi një aromë të njohur. Aromë bari të njom, si ajo që ndjenin atë ditë të lumtur kur ishin betuar bashkë se jeta do t'i gjente gjithmonë dorë për dore. Elena e mbylli syt. Dhe ndjeu, një paqe të thellë të plot të vërtet. Pa 70 vitesh.